Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rindezur në ngushticën strategjike të Hormuzit, pas raportimeve kontradiktore për një përplasje detare. Sipas mediave shtetërore iraniane, Marina e Iranit ka detyruar një luftanie amerikane të tërhiqet nga hyrja në zonë, ndërsa u raportua edhe për lëshim raketash pranë një baze detare iraniane. Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Komanda qendrore e SBA-s ka mohuar kategorikisht se ndonjë nga anijet e saj është goditur, duke deklaruar se forcat amerikane po shoqërojnë anije tregtare për të garantuar kalimin e tyre të sigurt. Incidenti vjen në një moment kur presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar një operacion për të ndihmuar anijet të bllokuara në zonë, duke i quajtur një nismë humanitare për rikthimin e lëvizjes së tregtisë detare. Irani, nga ana tjetër, ka paralajmëruar se çdo lëvizje në këtë zonë duhet të koordinohet me forcat e tij ushtarake, duke rritur më tej tensionet në rajon. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga pikat më të ndjeshme në botë për furnizimin me energji, pasi rreth 20% e naftës dhe gazit global kalon përmes saj. Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të ketë pasoja të mëdha për tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe ekonominë globale. Situata mbetet e paqartë, ndërsa SBA dhe Irani vazhdojnë të japin versione të ndryshme mbi atë që ka ndodhur në terren.